Në gusht të vitit 2025, Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, AKSHI, shpalli tenderin për shërbimin e internetit për të gjitha institucionet publike shqiptare. Një shërbim i domosdoshëm nga i cili varet jo vetëm funksionimi i administratës digjitale, por edhe siguria kibernetike e shtetit. Për periudhën 2023-2025 u shpenzuan 19 milion euro për këtë shërbim, ndërsa për vitet 2026-2028 fondi u ul në 4.8 milion euro, një shumë kjo që nuk mbulon as 25% të nevojave aktuale. Me këtë vlerë, Shqipëria rrezikon mungesën e shërbimeve bazike nga regjistrimi i makinës në DPSHTR, te pensionet e invaliditetit, doganat apo spitalet e deri tek ekspozimi shumë i lehtë ndaj një sulmi kibernetik duke paralizuar të gjithë shtetin dhe vendosur në rrezik të gjithë të dhënat e shqiptarëve. Raundi i parë një dështim total. Në raundin e parë të procedurës nuk u paraqit asnjë ofertë. Arsyeja, AKSHI kërkoi 3 herë më shumë internet me 4 herë më pak fonda. Një ekuacion i pamundur që e drejton tenderin automatikisht në dështim. Raundi i dytë fitues pak kapacitete. Për zgjedhje e operatorëve që nuk plotësojnë kritere. Në procedurën e rishpallur morën pjesë në GAR, MCN Networking, Digicom, ATO Biznet. Të 3 operatorët ofruan çmime pranë fondit limit dhe u shpallën fitues. MCN, e cila përmendet në dosjen mirafaqe të AKSHit në SPAK, ofroi 3.4 milion euro, Digicom 3.7 milion euro, ndërsa Biznet 4.6 milion euro. Pra, me vlerë përqindje 95.8% të fondit limit duke shpallur automatikisht fitues. Por si mund të plotësojë nevojat e një tenderi 4.8 milion euro kompani që kanë kontrata 38.000 euro në 4 vite? Ligji i prokurimeve publike shprehet qartë se operatorët ekonomik të provojnë eksperiencë ngjashme në vlerë jo më pak se 40% të fondit limit të kontratës që po prokurohet. Ky është kriteri minimal i kapacitetit ekonomik dhe financiar për të kualifikuar në një procedurë prokurimi publik. Digicom ka realizuar 3.8 milion lek ose 38.000 euro kontrata me shtetin gjatë 3 viteve të fundit, ose 0.79% të vlerës së fondit limit. Pra ka 99.21% më pak se kërkesa minimale. Në vitin 2023 u skualifikua nga vetë AKSHI për të njëjtën arsye. MCN Networking ka fituar 29.5 milion lek ose 295.000 euro tender në 3 vite ose 6.15% e fondit limit. Aktiviteti i saj shtrihet nga barkafe deri te ndërtimi i rrugëve ku interneti është vetëm një segment i vogël. KPP e ka skualifikuar më herët për mos plotësim kriteresh. Abiznet ka fituar 11 milion lek ose 110.000 euro tender në 3 vite, pra 2.29% e fondit limit, pra ka 97.71% më pak se kërkesa minimale. Në tenderin e vitit 2023 mori pjesë vetëm si pjesë e një bashkimi operatorësh, pasi nuk plotësonte kriteret si operatori vetëm. Asnjë nga të 3 operatorët nuk ka kontrata të ngjashme me ato kriteret vendosura nga AKSHI. Pse janë nxjerrë operatorët ndërkombëtar jashtë loje? Operatorët ndërkombëtar në Shqipëri janë Vodafone Albania dhe One Albania, pjesë e grupeve më të mëdha europiane dhe botërore, duket se e bojkotuan tenderin për shkak të fondit limit i cili është i parealizueshëm për këtë kërkesë ofertë. Rrezik për blokadë digjitale. Rezultati është i qartë, me shpalljen fitues të operatorëve lokal me pika shërbimi sporadike si Tiranë, Durrës dhe Dërmi, Shqipëria për 2 vitet e ardhshme rrezikon blokadë totale digjitale duke paralizuar shërbimet bazë të qytetarëve. Pyetja që ngrihet është pse Komisioni i Vlerësimit të Ofertave zgjedh jashtë kritereve që vetë ka vendosur dhe në kundërshtim me ligjin e prokurimeve publike?